ashtu siç kanë edhe gjyqtarët tanë, të cilët monitorojnë familjarët e tyre dhe bëjnë një deklaratë që ne jemi të përgjushëm në çdo moment për shkak se mund të cenojmë në mënyrat tona shoqërore ndikime tek familja shumë e rrallë. Pra, janë subjekt kontrolluar. Dhe kështu ndodh edhe tek familja e Trumpit. Por mos harroni një fakt tjetër. Trumpi ka armikun kryesor Sorosin. Ju mendoni se familja Trump do të bënte një dhuratë tek armiku Soros duke bërë një takim dhe duke bërë pazare me Edi Ramën? Do të jesh shumë naiv të besosh këtë gjë. Takimet, investimet nuk janë sukses për Edi Ramën. Pra, edhe nuk mund të jenë një hall për Trumpin edhe familjen e tij. Thoni që Rama tani është në rrethana e shtëpia. Po sigurisht, sepse duhet të keni parasysh diçka. Dy armiq të përvetuar është Trumpi me Sorosin. Sorosi ka sinjalizimet e veta pra spionat e tij dhe Trumpi ka spionat e vet. Trumpi do iki pas 2028-s, se s'do jetë më president. Do vi dikush tjetër në Amerikë. Ju mendoni se Trumpi do lejoj që Sorosi të godasi familjen e vet për shkak se goca bëri një vizitë? Unë mendoj jo. Ai do marrë të gjitha masat dhe të gjitha masat disiplinore karshi familjes së tij, në rast se në takime janë diskutuar gjëra sensitive për sa i përket qeverisjes apo komunikime me babain. Pra ju po thoni që do marrë masa. Mos harroni dhe një fakt tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk tallen. Kush është fakti nderuar? Shumë i thjeshtë. Që gjithmonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi ikën nga pushteti, plasin skandale. Pra, me që jemi të skandalet avokat, tani sot doli dhe Shqipëria te dokumentat e deklasifikuara që bëri Departamenti i Drejtësisë për dosjen e Epstein. Çiko, e dëgjova edhe këtë dhe unë të kam thënë ka kohë, shumë kohë, po duhet t'i gjejmë dhe duhet t'i edhe Kosova të të shënojmë datat se kishte qenë një zyrtar i lartë europian norvegjez më duket në Shqipëri. Edhe në komunikim që kishte pas me Epsteinin, i fliste për vajzat shqiptare, kishte vajza bukuroshe etj. Pa ashtu dhe ish presidenti i Kosovës Jajaga dilte në një kërkesë për takim gjatë një asambleje në Kombet e Bashkuara në New York, diçka e tillë. Keni lexuar sot këtë? Jeni ndjeni të kësaj? Pra, e keni parë këtë dokument që ka qarkulluar? Para pyetjes tuaj, ju thash që në Amerikë dalin disa skandale pasi kemi. Edhe unë me këtë me që jemi të skandalet. Po, edhe tani që jemi të skandalet, unë ju them. Përderisa unë ju thash që para dhe ndodhin, kjo që ju referuat, është fakt konkret që unë e kam aprovuar edhe në shumë kohë përpara, që kemi thënë që ti o zotëri mund të shkosh si prokuror në Amerikë, mund të shkosh si dhëndër edhe na fish nuse. Edhe fjalë të tjera tani dera, është histori tjetër. Mos më ngatroj me këto gjëra, se është pjesë seksuale ajo, me sa kuptova unë, sa më vërtetë. Ja, sa kuptova unë. Po ka trazuar Shtetet e Bashkuara. Na përmendën edhe ne aty, pra shkojmë ne po. Kur të vi lajmi, atëherë do flasim. Tani thjesht unë po them që ne kemi parashtruar tek opinioni publik, ja kemi thënë vazhdimisht njerëzve që ta shqiptarët që shkojnë atje dhe mendojnë se bëjnë një takim tek Departamenti Amerikan i Shtetit, mirë, kur vinë këtu, mos vinë që janë shejtorë, kupton? Ndonjëherë edhe djalli ndikon. Çështja e tyre nuk më intereson, kjo kur të dalin. Pra, do të keni parasysh ju që vizita e vajzës së tij është një vizitë thjesht investitore, po pa ndikim në qeverisjen e vendit dhe pa lidhje fare me bordin e paqes. Apo me bordin e paqes. Avokat duhet të diçka. Ambasada pak ditë më parë, vetë ja keni lexuar që gjatë një takimi, një eventi tha që kishte disa ekspertë amerikanë që ndodheshin këtu për zbërthimin e telefonave etj. Ndërkohë që më pas kishim një postim edhe për disa marinca që kishin ardhur në Ministrinë e Mbrojtjes, qofse jam i saktë.
Pra Marinca, Pash edhe tek telefonat, ju thoni që bashkë me vajzën e Trumpit ka ardhur edhe agent të CIA-s. Edhe unë pash edhe tek ambasada amerikane në Facebook ishte nxjerrë që kërkonte një shofer. Kush na dëgjon nga shoferët, le të aplikojnë se pas kërkojnë CV që të kërkojnë shofer të ambasadë amerikane. Doja të aplikoja, po thash leje një herë tjetër. Tani, e vërteta është kjo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë qeveria e Shqipërisë. Na përbërje e saj. Zgjohem në mëngjes, dhe them çfarë do bëj sot? Hajde po pi një kafe me Gylsenin dhe me Dylberin. Mirë. Janë shtet serioz. Një shtet serioz sigurisht ka influencë në shtetet të tjera, të cilët e konsiderojnë vetet e tyre serioz apo jo serioz. Tani, merrem me shtetin tonë. Unë ju them juve një sekret. Para pak kohësh, para se të vinte vajza e Trumpit në Tiranë, në Vlorë, po në Shqipëri, kryeministri Rama pati një takim të shkurtër me dhëndrin e Trumpit. Po, jashtë. Dhe Rama din të luaj shumë mirë. Edhe thot, shiko, mua autoritetet të pavarur më kanë çuar sinjal që duhet të ndalojmë bashkëpunimin. Nxitoni, hajdeni shpejt në Shqipëri brenda javës që të mbyllim diskutimet. Një investitor i huaj, që ka një seriozitet, duke parë se një kryeministri ka thënë një fjalë të rëndë, sigurisht nuk ka ardhur vetë se ka qenë në Rusi, dhe ka nisur gruan. Edhe shkoti atje shpejt që mos na iki kjo sepse ky thotë që institucionet e tij të pavarura do refuzojnë lejet. Pa e bëni të leje. E kupton çka ka thënë ai. Dhe si investitor serioz ka thënë, ore, shkojmë më shpejt se po shikojmë ne po investojmë kohë, punime, studime, janë lek ato, e kupton? Udhëtime, a ja vlen si ja vlen, se ky thotë këta do ta anullojnë. Se i huaj, kupton, ai që është i huaj, nuk e din temperamentin që këtu ai me një telefonat rrezohet aprovohet, e kupton? Ai mendon se aty ka shtet, e kupton, ka institucione, qeveria, ministrat, flasin me shkresa, me kështu. Ai se kupton natyrën tonë që natyra jonë e bëjmë ler historinë, malin. E bëjmë malin, Everest, e kupton. Pra, i ka thënë ky, vazhdo shpejt se po refuzojnë ata, e kupton. Ka ardhur kjo. Erdhi në momentin kur ky tjetri do të shpalte paqen. Dhe mos harroni që Rama doli me mesazh me gërma kapitali që edhe një pensionist që nuk shikon mirë e lexonte që Trumpi e ftoi Ramën të parë Albania. E kuptove? Pra, marketing zotëri është kjo. Pse? Kur ti me paratë tua paguan Tony Blair nga 2013 si këshilltar të Edi Ramës dhe Trumpi e fut në bordin e paqes, ku e fut organizator, ku e ka futur atje, sigurisht që ti do marrësh një informacion, se ta i ka një borxh nda teje, që Rama e ka marrë këshilltar me paratë e popullit shqiptar. Edhe me lajmin e fundit i pari. Pra është shumë e thjeshtë kjo. Mos më bëni mua sikur erdhi Ivanka, edhe erdhi e pashoqëruar. Edhe e shoqëruar ka ardhur, edhe ka ardhur për arsyen që ju thash. Pra, i ka thënë ky Joni, që ne jemi shtet serioz. Se është përshkrim Bashkimin Evropian. E ka thënë që institucionet e pavarura po dalin me vetime, zotëri, çfarë do bësh ti? Hajde të nxito shpejt se unë si ndaloj dot. S'është ndikim palishëm. Edhe bë viktimën ky prap. Prandaj i nderuar dhe të nderuar miq që na ndiqni, e thash me kaq shumë fjalë të thjeshta që duhet të kuptojmë. Jo çdo gjë që shkëlqen është diamant. Avokat,
Unë të falenderoj shumë për bisedën, edhe uroj që shkurti të jetë ndryshe dhe me zhvillime produktive. Jo, puna është të ketë zhvillime, se ne nuk ne intereson produktive në aspektin politik. Kam fjalë për të mirën e vendit produktive. Tani të mirën e vendit, tani. Shiko, unë di kështu për shembull. E mira e vendit vjen nga qytetarët. Në rast se ne bëhemi viktim të një lajmi të fundit me titra të mëdha dhe në përmbajtje s'ka lidhje fare me realitetin, i bën që ne bëhemi viktim të një lajmi të rrem. Ne, si shoqëri, duhet të jemi serioz, sigurisht se cili ka pikpamjet e tij politike, por sapuni për djath duhet kuptohet dhe të bëhet krahasimi. Nuk mundet ne të jemi individ të cilët të shikojmë që erdhi një huaj edhe hajde bubura Rama ka mbështetje. Nuk punojnë kështu shtetet serioze. Dhe nuk duhet ta kuptojmë këtë. Dhe ne nuk mund të presim nga spaku ndryshimin e këtij vendi. Ne duhet të ndërgjegjësojmë njërin dhe tjetrin, pra duke komunikuar, që është momenti që të ndëshkojmë, po duam, politik bërje. Po përmes votës, jo përmes statistikave spakut. Spaku nuk është drejtësia, është ndjekja penale. Sepse doni ta dini ju, në rast se Rama ka thënë këtë gjë, ka ndikim të palishëm zotërit. Në rast se Rama ka dhënë një PPP në emër të këtyre, këta kanë bërë një ndikim të palishëm ndaj një funksionarit publik shqiptar. Ku është spaku këtu? Pse është familja Trump, spaku nuk reagon, pra do të thotë që ka i kapur spaku. Si nga ana jonë, si nga ana e tyre. Prandaj them, çdo gjë duhet ta shikojmë ashtu siç duhet dhe jo në favorin ton, në aspektin e asaj që themi do zhvillimit të turizmit. Shqipëria është kaq shumë në aspektin e natyrës dhe të Zotit, dhuratat që nuk jepen vazhdimisht, njëherë fitohen këto, po thjesht ne si shoqëri duhet të ndërgjegjësohemi që të mbrojmë sovranitetin ton dhe mos të shesim Shqipërinë me 1 euro. Dhe ne si shoqëri duhet të kuptojmë që zoti Rama është në pushtet sot, nesër do iki. Kështu ishte Berisha, kështu ishte Meta, kështu ishte Fatos Nano, kështu ishte Enver Hoxha, kështu ishte Zogu. Ku e ke Zogun sot? A qeverisi edhe ai? Iku, mërdhifi. Ku e ke Enver Hoxhën? A qeverisi? Mërdhifi. Pra kështu i bën edhe Edi Rama. Ku është sot? Ku do jetë nesër? Pra, mos e themi që u bë investimi, se në fund fare investimi materializohet në zonën aty, jo në gjithë Shqipërinë. Ne kemi diçka pozitive që në alfabetin anglez jemi Albania. Pra edhe si kur ta marrësh na çosh në fund, prapë shkoj përpara se jemi Albania. Pra, në rang ndërkombëtar jemi të parët, pavarësisht në gjithë statistikat për cilësinë dhe këto gjëra jemi burnot, e kupton, ku thre Qameti. Na kalon edhe Afganistani, edhe Pakistani, edhe Bangladeshi, edhe Armenia edhe Azerbajxhani. Nuk kupton. Prandaj të falenderoj shumë dhe uroj që qytetarët na dëgjuan edhe sidomos presim komentet e tyre dhe like-et e tyre, sepse gjithmonë jemi të vlerësuar dhe unë jam shumë i vlerësuar kur qytetarët na komentojnë. Sigurisht që ka edhe njerëz të cilët bëjnë komente të ndryshme, por e drejta secili ka të drejtën e tij, por edhe ne themi të vërtetën. E vërteta dhem ndonjëherë. Po ajo që është e vërtet është që është në të vërtet ajo realja. Faleminderit shumë avokat edhe në emër të gjithë shikuesve dhe komentuesve tanë. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë për ftesën.